Aloe vera, një mrekulli për shëndeti, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 3 probleme. Aloe vera është një bimë medicinale që bën mrekullin për trupin tonë. Përdorimi i saj është mjaft i rëndësishëm për trajtimin e lëkurës dhe jo vetëm, citon health.com. Kjo bimë përdoret zakonisht në industrinë farmaceutike dhe atë kozmetike. Gjeli të i dukshëm i aloe verës përbëhet nga 96% përmbajtje ujit dhe përdoret gjithashtu si një ilaç brenda traditave të ndryshme në të gjithë botën. Është e njohur për aftësinë e saj shëruese, hidratuese dhe zbutëse të lëkurës. Ajo rritet në vendet me klimë tropikale si dhe në ambiente të mbyllura ose edhe ato të hapura. Sipas health.com, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i aloe verës në mënyrë të rregullt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një nga vlerat kryesore të saj është edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Aloe vera përmban enzima mjaft të rëndësishme të cilat e riparojnë qelizat e vdekura të lëkurës dhe gjithashtu sigurojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të kokës. Jo mund të bëni një maskë mrekullibërse për flokët duke përdorur kështu aloe vera, e cila në kombinim gjithashtu edhe me vajin e kokosit të shërbejë si një balsam për flokun, t'i jap shkëlqim atij dhe butësi. Ajo mund të zvogëlojë gjithashtu problemet e kruajtjes, zbokthit si dhe rënies së flokut. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të shtohet në shëndetin tuaj edhe në humbjen e kilogramëve të tepër. Aloe vera do ju ndihmojë kundër kilogramëve të tepër, pasi ajo ka lëndë ushqyese enzima dhe aminoacide dhe minerale të cilat do të mbështesin shëndetin tuaj në humbjen e kilogramëve. Ju mund ta përdorni konsumin e lëngut të aloe verës si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në mbajtjen nën kontroll të problemeve tuaja të peshës. Është e mirë për të patur një lëkurë më të lëmuar. Kjo bimë mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj të lëkurës duke e bërë atë më të lëmuar dhe më rinore. Ajo siguron ushqime të vazhdueshme për lëkurën nëse aplikohet në mënyrë të rregullt, do të përmirësojë gjithashtu edhe strukturën të tyre. Aloe vera cilësohet si një bimë mjaft e mirë edhe kundër problemeve të luhatjeve të sheqerit në trup. Kjo bimë, siç është aloe vera, mund të përdoret për kontrollin e presionit të lartë të diabetit. Ideal do të ishte të konsumonit në ushqimet tuaja të paktën 2 lugë me lëng aloe vera në ditë për të kontrolluar kështu nivelet e larta të sheqerit në trup. Por nëse e konsumoni atë edhe në kombinim me recetat e këshilluara nga mjeku, atëherë mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Aloe vera është një bimë fuqiplot kundër problemeve të lëkurës, gjithashtu dhe në hidratimin e shëndetshëm të saj. Aloe vera do të shërbejë si një lehtësuese e prerjeve dhe djegjeve të lëkurës dhe mund të cilësohet si një mburojë e fuqishme kundër këtyre komplikacioneve. Përdorimi i aloe verës është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër djegjeve. Studime të ndryshme kanë treguar se vajrat ose kremrat me aloe vera mund të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të lëkurës dhe mbi të gjitha të sigurojnë një organizëm më të fuqishëm në këto raste. Përdorimi i saj në mënyrë të rregullt mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër entjeve dhe proceseve të djegjes së lëkurës. Gjithashtu, aloe vera është e mirë kundër ulçrave. Disa studime kanë treguar se aloe vera mund të parandalojë zhvillimin e ulçrave që shkaktohen në gojë. Gjithashtu, ekstrakti i aloe verës mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve të tjera të higjienës tuaj orale. Gjithashtu, aloe vera mund të cilësohet si një zgjidhje lehtësuese kundër problemit të puçrave në fytyrë. Ullumtime sugjerojnë se përdorimi i xhelit të aloe verës mund të ndihmojë në pastrimin e akneve, gjithashtu edhe në lehtësimin e poreve të lëkurës. Në një studim 2 vjeçar u tregua se përdorimi i aloe verës kundër puçrave mund të jetë një zgjidhje lehtësuese dhe në hidratimin e saj do ta mbajë më të mbrojtur dhe do të largojë gjithashtu krijimin e shqetësimeve të cilat vinë zakonisht nga aknet në fytyrë. Aloe vera mund të cilësohet gjithashtu një bimë lehtësuese edhe kundër problemeve tuaja të kapslëkut.
Aloe vera funksionon si një laksativ ideal në rastet kur vuani nga kapslëku, por nga ana tjetër mund të shkaktojë dhimbje të stomakut, diarre dhe simptoma të tjera nëse nuk e përdorni atë brenda normës së lejuar. Aloe vera mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë në problemet tuaja tretëse. Ndaj, nëse doni që ta keni pjesë të regjimeve tuaja ushqimore, sigurohuni që ta zgjidhni aloe verën sa më cilësore, ose edhe atë të cilën e keni në shtëpi të tuaja. Kështu ndikimi i saj në shëndet do të jetë edhe më i madh. Aloe vera, sipas ekspertëve, është një zgjidhje mirëushqyese edhe për ata persona të cilët kanë luhatje të sheqerit në trup. Përdorimi i aloe verës në dietën tuaj mund të cilësohet si një stabilizues i mirë i gjendjes tuaj imunitare dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet e sheqerit në organizëm. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të pandar aloe verën për të marrë këto përfitime. Aloe vera është një bimë e njohur si bima e përjetësisë. Ajo ka një seri ciklesh shëruese të cilat jo të gjithë janë të vetëdijshëm për përfitimet që ajo bart. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv që përfshin polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet, mineralet, të cilat do të nxisin ndjeshëm organizmin tuaj të jetë më i mbrojtur në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Aloe vera është një bimë fuqiplot për mbrojtjen e shëndetit dhe konsumi i saj në dietën tuaj do të sjellë një sër vitaminash. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm shumë i mirë për vegetarianët të cilët shpesh nuk e marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 në dietën e tyre. Gjithashtu, të tjera studime kanë treguar se marrja e aloe verës mund të ndihmojë në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund ta përthithë dhe ta përdorë atë më kollaj. Aloe vera është e pasur me aminoacide. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Ajo përmban gjithashtu edhe acidin salicylik, i cili lufton inflamacionin dhe bakteriet. Aloe vera është e pasur me minerale. Aloe vera ka shumë minerale, duke përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Të gjitha këto minerale janë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Aloe vera është e pasur me enzima. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza, lipaza, që ndihmojnë në tretje, duke shpërbërë dhiambjen dhe molekulat e sheqerit. Një molekulë në veçantë ndihmon në reduktimin e inflamacioneve, citon studimi. Aloe vera ushqen lëkurën. Gjeli që ka aloe vera shërben për ushqyerjen e lëkurës, gjithashtu edhe me vitamina. Megjithatë, nëse përdoret shpesh, ju mund të irritoni lëkurën dhe ta përthani atë. Këshillohet që të paktën të përdoret një herë në ditë, është më se mjaftueshme. Aloe vera do të zbuzë gjithashtu edhe problemet e flokut. Gjelin e aloe verës mund ta përdorni për zbutjen e flokut. Pas larjes, lyeni flokun me gjelin në brendësi të gjethes dhe e mbani për 5 minuta. Shpëlajeni me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni që floku juaj do të jetë më i butë dhe më i shkrifët. Aloe vera lufton edhe problemet e zbokthit. Ajo është një bimë shumë e mirë kundër akneve. Gjeli aloe vera mund të përdoret kundër akneve duke lehtësuar inflamacionin, skuqjen dhe bakteriet. Gjelin mund ta përdorni si maskë, megjithatë nëse keni fytyrë të ndjeshme, duhet të bëni një test para prag duke vendosur pak gjel në zonën e parakrahut. Nëse lëkura juaj irritohet, mbase jeni alergjik ndaj gjelit. Ajo mund të zhduk gjithashtu edhe zbokthin. Përdorimi i rregullt i gjelit aloe verës në flok është efikas në eliminimin e zbokthit. Dermatologët rekomandojnë përdorimin e gjelit në mënyrë të rregullt, duke aplikuar direkt në zonën e skalpit. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër djegjeve. Gjeli aloe verës është efikas kundër djegjeve në gradën e parë dhe asaj të dytë, efikas edhe për hidratimin më të mirë të lëkurës. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt mund të nxjisë edhe një shëndet më të mirë.
Pasi ta përdorni atë në dietën tuaj, është e rëndësishme të konsultoheni edhe me ekspertin. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.